në këtë ditë feste, nga ky vend i bekuar e bashkërisht me ju, të nderuar besimtar, më lejoni që të shpreh shqetësimin tim, të institucioneve të Bashkisë Islame të Kosovës dhe të tërë shoqërisë sonë e më gjërë, për kitazi me vrasjet që kanë ndodhur në vendin tonë, sidomos në këto 2 javët e fundit, ku humben jetën 4 qytetarë të vendit tonë, e që është shqetësim dhe brengosje për të gjithë ne. Pavarësisht motiveve dhe rrethanave, në Islam, vrasja është një akt i ndaluar, i shëmtuar dhe është një nga gjunahet më të mëdha. Feja islame jep shumë rëndësi jetës, së njeriu dhe mbrojtjes së saj. Kurani e potencon qartë ndalimin e vrasjes së tjetrit, përse në Kur'anin famlar thuhet: kush vret një njeri pa të drejtë, është sikurse të ketë vrarë të gjithë njerëzimin. Dhe kush shpëton një jetë, është sikur të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Andaj, edhe një herë apelojmë për respektimin e jetës së çdo individi dhe për ndalimin e dhunës ndaj të pafajshmëve. Të gjithë duhet të jemi unik për të promovuar paqen, tolerancën dhe mirëkuptimin. Nga tresat duhet t'i trajtojmë me qetësi, ndërsa zgjidhjen e tyre duhet të kërkojmë në rrugë institucionale e jo me vetë gjyqësi.